Nëse ti je I rrethum me njerëz që thonë vetëm yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, ose përpiqen me ta bo qefin, bjen cilësia intelektuale. Kur bjen cilësia intelektuale, pastaj edhe në situata ku s'di dhe kush me thoni fjalë, ke parasysh? Pra, një ushtri që ka zoti Rama me 180 Jo të vetëm zoti zgjedhur, Rama, po flasim që për ta bërë konkrete. Po, jo vetëm zoti Rama. 180 veta nuk dinte asnjëri ta mbronte paktën 3 javë të para. Tani kanë filluar dalin. Ta bëjmë një paralele me lëvizjen vetvendosje. Po, e bëjmë mirë. Edhe në lëvizjen vetvendosje ka pasur, domethënë, një krasitje ta quajmë kështu, për atyre emrave të cilët kanë pasur guzime intelektual me sfidu zotni Kurti. Nuk janë ma Aida, Dardan Molliçaj, Visari Umeri, njerëz që Liburnaliu, që shokët ideale, së nuk janë. Domethënë, kjo është trend. Kanë ngjashmëri me zotit Rama dhe zotit Kurti? Këto janë, si mendon? I një mirë të dy. Po I një mirë të dy. Në thelbin e vet, ata janë një brumë. Domethënë, edhe kjo është arsyeja se pavarësisht kështu përplasjeve që mund të kenë kur ulen me njëri tjetrin kënaqësi të bëjmë muhabet. E ke parasysh. Por rrugtimi politik I ka bërë të ndryshëm. Pse? Sepse edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova dhe sfidat që ballafaqohet Shqipëria janë të ndryshme. Presioni që I ushtrohet Kosovës është një presion I frikshëm. Për shembull, kryeministri I Kosovës I nënshtrohet presioneve të frikshme. Kryeministri I Shqipërisë jo. Tash Rama ka fillu këtë vit me ndje pak në lëkur atë që e ka ndje çdo kryeministri I Kosovës në 6 vitet e fundit, Albini, kur të huajt qepën mrapa me ide çuditshme. Edhe ti duhet tash thosh, ka dalë, po unë po e bëra këtë, unë po e djeg veten, po e bëra këtë. Tash edhe Rama ka filluar me kuptu këtë pjesë në lëkurën e vet që nuk është aq e lehtë thuash, hey, bëjmë çfarë po thonë këta ndërkombëtarët më vonë. Sepse ndërkombëtarët kanë ndonjëherë agjendat e veta, kanë planet e veta, I shohin gjërat ndrysh, dhe ne na shohin si një monedhë për kusuritje dhe ti tash hajt. Për shembull, sikur kjo puna hiqja imunitetin Belindës, çohet I zamës kryeministër në burg, atje në paraburgim, jo në burg, në paraburgim, majeti në paraburgim, aty ose sikur kryetarin e bashkisë Tiranës që mahet në paraburgim, po si mahet kryetari I bashkisë në paraburgim? Kryetari I bashkisë shumë lehtë mundet me mbrojt veten liri. Domthonë, shumë lehtë mund të rri në burg shtëpiak, arrest shtëpiak. Nuk ke nevojë ti kryetarin e kryqëzitetit ta mosh ti në burg, thuj se ai është Pablo Escobar. Dhe doli edhe vendimi I fundit, gjykatës kushtetuese që e quajti masën e arrestit. Jo proporcionale. Domethënë, nuk është Pablo Escobar ai. Nuk është Pablo Escobar, nuk është një njeri që I ka 3.000 njerëz të armatosur mrapa vetes dhe ti po e lën liri ata të bëjnë namin, e ke parasysh. Tash jo që ai ndalon pe burgut, ata mos me bën namin, se ka plot kapo krimi që dhe pe burgut do dhëzin. Po spaku të njerëzit e çon mesazhin që kjo punë tu jemi ne. Tash ti Erion Veliaj mund të jetë matrapaz, mund të jetë domethënë I korruptuar, mund të jetë gjitha, po nuk ka Pablo Escobar. Dhe nuk ka një vendim të formës së pra, ai tash unë supozojmë që është I korruptuar o matrapaz është gjëra se ka nejt shumë gjatë pushteti e ka prish. Po nuk ka Pablo Escobar, nuk ka trafikant droge, nuk është njeri që urdhëron me vrarje, me torturu njerëz, domethënë ta mbash tash në paraburgim, është pak si shumë. Dhe është mos ekstreme. Tash edhe hajt pja hekim zavens kryeministrës imunitetin, pe fusim edhe atë në paraburgim, le të rrinë atje, të hujt pa kërkojnë, po e pengon studimin e ligjit. Çau bo, hajt që si ja hoqën imunitetin, a ndryshoj në gjë. Krijon kosto kjo për Shqipërinë për integrimin? Po ç'a integrimi më marr kjo prallë me mret më. Ç'a integrimi më marr. Rama thot do ta arrijë brenda 2030. Tash ti, po kjo është një arsye pse unë s'bona ministër. Sepse unë I dham kryeministër kjo mohabet kot. Se kush na fut më ne në BE? Kush na fut ne në BE? Nuk futet Shqipëria në BE para Serbisë sot 1 milion vjet. Pse mendon kështu? Po jo sepse Gjermania edhe fuqitë mëdha evropiane kanë debulesë për Rusinë dhe për Serbinë, pavarësisht çfarë flasin ata. Gjermania apo Franca? Të dyja bashkë, të dyja bashkë. Se ato kanë komplekse në raport komplekse historike në raport me Rusinë. Edhe kjo nën kupton edhe ndaj Serbisë, Serbia është. Masero pak të pikë, se asnjë nuk e kanë kuptuar këtë
lidhjen mes Francës, Gjermania nuk e dia për të vërtetë, mendoja që Gjermania është më shumë te faktori shqiptar, po kjo lidhja Francë, Serbi, Rusi. Nuk ka lidhje Francë, Serbi si e mendojmë ne. Ajo lidhje ka ekzistuar para shumë dekadash, nuk ekziston më. Sot ka një realitet të ri ku Franca dhe Gjermania, si dy motorat kryesor të BE-s, e dinë që BE-ja është rrezikuar, Evropa është rrezikuar direkt nga Rusia. Edhe tash, po në njëjtën kohë ata kanë frikë nga Rusia. Kanë frikë nga Rusia, nga aftësia e Rusisë për të destabilizuar, nga aftësia e Rusisë për të zhvilluar lufta, nga fuqia e ndryshme që Rusia projekton. Dhe tash Rusia vogël në Ballkan është Serbia.